Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës data 18. Data 18 na jep mundësi, na jep rëndësi në gjërat që neve duhet të bëjmë dhe jo vetëm, por ka diçka shumë të madhe. Dita e diel. Proverba shqiptare. Juha kocka s'ka, por kocka thyen. Do të thot, do dëgjojmë. E kam thënë dhe them, jo se jam i dërguar i Perëndis, sepse nuk e kam thënë kurrë dhe ju e dini shumë mirë. Zoti na ka dhënë mendjen për të parë, të jemi të qartë të saktë për atë që neve duam. Dhe kaq ka të bëjë. Megjithatë, duket se pikërisht dita e diel na ndihmon shumë, ku do thotë Mërkuri nga Briciapi që formon një kënd me Marsin. Do thotë që ndikimet e këtij këndi, vëmendja është e nevojshme në komunikim, në mënyrë se si i formulojmë mendimet tona, por dhe atë që themi mbi nervat ose impulsin tonë. Keni kujdes, por dhe lëvizjet në grupin e shenjave impulsive do të bëjnë kujdes. Dash gafore, peshore, Briciap, të diçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por kjo ndodh për arsye të ndikimeve nga ora. O them me orën që keni kujdes, nga ora 9 deri në orën 13. 13 deri në orën 20, në të njëjtën ditë, kemi hënën e re në shenjën e Briciapit, që formon një trekëndësh me Uranin, një gjashtkëndësh me Neptunin dhe Saturnin, një ndikim që do thotë vendime, ndryshime, mundësi. Tregon momentet e shumë të fuqishme për vitin e ri, për vendosjet, planet tona dhe ambicjet që do të thotë disiplinë, për të gjetur zgjidhje praktike, për të arritur në sukses. Ndikojnë shumë Dashi, Gaforja, Peshorja, Briciapi, të diçit të tretë ose të kanë ascendente në këto shenja. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në atë që neve bëjmë dhe duam. Pra është dita që përgatitemi për ditën e hënë. Pra përgatitemi për gjëra të mëdha që neve na jepen mundësit. Pra dhe të pasur kujdes dhe vendime që merremi dalim shumë të fituar. Primi arsye në anën tonë, në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin dhe lidhje me vendimin, sepse data 18 shënon një ndikim shumë të madh. Nëse do të kemi kujdes ose kemi të qartë në atë që bëjmë, e kemi të fituar me deu mos gjërat, ose gjërat që neve kemi pasur dhe kemi. Është një moment mjaft i mirë, është një moment që lidhet me kulturën, lidhen me vendimin, lidhen me ndryshimet ose me vendbanimin ku jemi që duam të ndryshojmë, duam të kemi mundësinë të zgjidhim gjërat dhe kohën e duhur për sa i përket rëndësive ekonomiko-financiare. Megjithatë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në gjërat që keni ose gjërat që doni të dini. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimet detajuara, kemi pikërisht këtë hartën këtu, domethënë kjo do të thotë faqja astrologjike, ku atje mund gjeni gjithçka, që ju intereson dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të shikoni çfarë doni dhe çfarë kërkoni dhe gjithçka e gjeni atje dhe flasim pastaj për gjithçka që ju doni, për gjithçka që ju kërkoni në detaje. Për juve që pastaj flasim në WhatsApp dhe në Viber. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti, kemi këtë butonin këtu. Dhe duke e klikuar, jeni gati pastaj për dërguar mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, juve të shenjës së Dashit keni jo një mundësi, por keni disa mundësi, mund të zgjidhni problematikat nga më të ndryshme tuajat, momenti dhe koha do që juve jeni me fat, keni mundësinë e rritjeve, ndryshimeve,
mundësive të arta që lidhen me komunikimin, lidhen me vendimin, lidhen me ndryshimin dhe shumë gjëra të tjera që do pasojnë më tej. Është dhe koha, është dhe momenti më pozitiv i që ndonjëherë. Kështu që gjërat janë në favorin tuaj, kështu që nuk ka vend për të stresuar për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me shijetar dhe me akrep duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e detit. Dhe të dashur, të tjerët mund të flasin shumë për juve, por juve flisni pak dhe dëgjoni shumë. E këtu jeni të fituar për gjithë gjërat që ndodhin dhe juve kërkoni megjithatë, është koha dhe momenti për të arritur qëllimit dhe mundësive që vijnë. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me peshore dhe me bricap përgatitur. Shkojmë tek shenja e radhës, që thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se tani kanë kohën, kanë momentin, kanë periudhën e artë, mund thosha unë, në lidhje me ekonominë, në lidhje me takimet dhe ndryshimet, lidhje me një vendim që mund të merrni, që është koha juaj edhe është koha më përshtatshme për punën dhe për karrierën. Çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me peshore dhe me ujor janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Meqenëse gaforet duket se tani në këtë periudhë janë pak në dilema e tyre është çfarë mund të bëjnë në një kohë të afër. Unë do të thosha dhe këshilla ime ishte bëni pa kujdes, përgatituni për javën që vjen, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë gjëra do të arrihet, se falë zuarsisë, maturisë, periudhës, kohës, ku ndodhin fenomenet dhe ana tjetër pozicionit planetar që ju ndihmon jashtëmase për sa i përket periudhës, punës së karrierës dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me shijetar, kanë të bëjnë me ujor, janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanëve. Për luanët, në fakt luani këtë periudhë ka të vetën, këtë periudhë ka në pozitivitetin, në mundësinë, me realitetin që bëhet, por gjithashtu është një kohë që tani për tani mund të mos jetë ajo çka pritet, por është ajo çka rregullohet dhe çoditet. Është një periudhë mjaft e mirë mbi takimet, mbi bisedimet që bëhen për luanët, sepse luanët nuk ngatrohen shumë me persona të ndryshëm, por japin verdiktin e tyre, kohën e tyre për nisma të reja dhe momentet afatgjat që ta kanë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të tyre dhe mundësive të arta. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me binjakët e diçit parë, me shijetarët e diçit tretë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave duket se tani në këtë periudhë e kanë të tyre, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për 1000 arsye, sepse edhe koha tregon, edhe momenti që është në anën e tyre, ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me ekonomi, në lidhje me takimet, në lidhje me punën afatgjat që lidhet shumë, ose gjithmonë gjërat janë në rrugtimin e tyre më të mirë të mundshëm drejt një suksesi të garantuar në ekonomi dhe në dashuri. Në dashuri, sidomos me dash është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa i përket peshoreve, çfarë mund të flasim për peshoren? Peshorja është shenja me ndikim, mund të themi, më e mira e mundshme, sepse kanë kohën e tyre, kanë momentin, kanë periudhën që ndodhin gjërat, por tani për tani bëni pa kujdes, mos mund nxitoni në gabime që bëhen, sepse është një kohë shumë e mirë, është një kohë e përshtatshme në çështjet që kanë bënë me punën, kanë bënë me karrierën, është e përshtatshme në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që merren në një farë mënyre, por edhe dashuria do që me një farë mënyre lidhet konkretisht me punën, konkretisht me atë çka realizohet, çka ndikohet në anën e tuaj dhe një gëzim shumë i madh familjar, jo mund të keni, dhe kjo është ajo që ju bën më të ndikuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me ujor, pregatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket akrepëve duket se tani në këtë periudhë
pregatiten për gjëra më të rëndësishme që ata kanë, gjërat më pozitive që ata kanë, duan apo s'duan të tjerët, ata e din shumë mirë se ku do të shkojnë dhe çfarë kërkojnë të realizojnë. Mënyra dhe mundësia janë dy gjëra kryesore për jetën dhe për vazhdimsinë, meqense dita e sotme shquhet shumë si ditë për çështje ekonomike financiare më tepër, por edhe disa biseda që do bëhen tani tutje në çështje shpirtërore lidhur që kanë bënë me dashje dhe me ujor duket më bara. Vijojmë tek shenja e radhës. Do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në lidhje me punën, lidhje me karrierën, me ndryshimet e mëdha që ka, stabilizon ekonominë, stabilizon ato gjërat e veta që është shumë i fokusuar, nëse të flasim kështu, i fokusuar në gjërat që do të bëjë, por dhe në kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dëm është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricavëve. Bricavët e dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë që është një gëzim shumë i madh për sa i përket bricavëve, sepse bricavët kanë ndikimin e mirë ekonomiko-financiar, zgjidhin një problem shumë të rëndësishëm në anën e punës së tyre, në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime mjaft të rëndësishme financiare dhe në gjërat e tjera që do të diktojnë, do të rezultojnë në favorin tuaj, por është një mundësi shumë e mirë mbi takimet, bisedimet dhe çështjet e rëndësishme që keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me dëm duket më bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Meqense ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë ndikimin, kanë mundësinë më të mirë të mundshme për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket gjërave që do të diktojnë çështjet e punës, por në anën tjetër mund të ndryshoni shumë çështje ekonomike financiare, sepse prisni jeni në pritje për të bërë një ndryshim shumë të madh juve, por kjo me kalimin e kohës java që vjen do të paksa më ndryshe nga çka që java e kaluar, por gjithsesi e keni mundësinë për të bërë ndryshimin e madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjakët e dishepar dhe shigjetar duket më bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshqit dashur, sado që juve keni pasur dhe nuk mund të them se ta mohoj për sa përket anës punës, për sa përket çështjeve të karrierës ose ndryshimeve që bëjnë tani tutje, është një kohë mjaft e mirë, e përshtatshme në anën ekonomike, e përshtatshme në ato që para shumë ndryshojnë gjërat në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin, por keni periudhën tuaj më të mirë të mundshme dhe kjo do t'ju gëzoj pa mas, sepse do prisni një lajm shumë të mirë nga java që vjen, dhe kjo është një arsye mjaft e madhe në lidhje me ndryshimin që juve keni dhe kohën e duhur për stabilizuar. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dëm janë të mbara. Këto ishte pak a shumë sa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme të datës 18 janar 2026. Nëse dëshironi parashikime të detajuara, kemi faqen këtu. E klikoni, e shikoni, zgjidhni paketën tuaj, numrin për katës përblerjes, dhe shkoni direkte tek sekretaria. Sekretaria është ky kuadrat i vogël këtu. Ja ku e keni aty. E shikoni. Ja. Tani sa ju shfaqet, ja pra ku është. Vendosni të dhënat atje, dërgojeni direkt dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë, pasi keni bërë abonimin, pagesën, dhe flasni bashkë në Viber, WhatsApp apo në Skype. Nga unë një Rotulla, ju uroj më të mirën e mundshme në çdo drejtim të jetës suaj.